Personi yt I zemrës ka qenë I lidhur me dikë tjetër, por tani ai ka një mesazh për ty që do të trondit thellë. Të lutem, merr një frymë thellë para se të vazhdosh të lexosh. Qet, ngadalë merr frymë dhe nxirre butësisht. Ky mesazh nuk të ka gjetur rastësisht. Nuk je këtu pa arsye. Diçka brenda teje e qetë, por këmbëngulëse të ka sjell pikërisht këtu. Ndoshta kohët e fundit po mendon shpesh për një person të caktuar. Ndoshta energjia e tij sa I prek mendimet e tua vazhdimisht, pikërisht kur ti e pret më pak. Ose ndoshta ke ditë që ndjen një përzierje të çuditshme trishtimi, hutimi dhe shpresë pa ditur saktësisht pse. Ky mesazh nuk është këtu për të detyruar, për të frikësuar apo për të bindur për diçka për të cilën ende nuk je gati. Ai është këtu për të folur me atë pjesë tënden që ka kohë që pret qartësi. Po personi yt I zemrës ka qenë me dikë tjetër. E vërteta nuk mund të zbukurohet, por ajo që do të mësosh tani shkon shumë më thellë se tradhtia, largësia apo heshtja. Nga zemra e tij saj vjen tani një mesazh që deri tani nuk ka pasur guximin ta shprehë. Dhe ajo që dëshiron të thotë mund të trondit. Pjesa e parë, e vërteta që gjithmonë e ke ndier. Le të fillojmë me të vërtetën që intuita jote ta ka përshpëritur prej kohësh. E ke ndier. Diçka nuk ishte në rregull edhe kur ai ajo buzëqeshte. Thoshte se gjithçka ishte në rregull, përpiqej të binte veten dhe ty se vendimet e tij ishin logjike dhe përfundimtare. E ndjeve në pauzat mes mesazheve, në bisedat që përfundonin shumë shpejt, në muret emocionale që ngriheshin pa pritur pa asnjë shpjegim. Nuk ishte rastësi, nuk iku sepse pushoi së ndjeri për ty. Iku sepse po ikte nga ndjenjat e veta, ndjenja me të cilat nuk dinte si të përballej. Personi tjetër nuk ishte zëvendësues. Ishte një përpjekje për të ikur, një përpjekje për të heshtur ndjenjat për ty. Por ja e vërteta me të cilën tani më në fund po përballet. Ti nuk je zëvendësuar kurrë. Vetëm je shtyrë. Dhe edhe kjo shtyrje kishte çmimin e saj, një çmim që ajo po e paguan ende. Pjesa e dytë, pse zgjodhi dikë tjetër. Kjo pjesë mund të dhembë, por është e rëndësishme për procesin tënd të shërimit. Nuk e zgjodhi dikë tjetër nga dashuria, por nga frika. Frikë nga intensiteti, frikë nga thellësia emocionale, frikë për t'u parë me të vërtetë, frikë për të humbur kontrollin. Ajo që ndjente me ty nuk ishte e lehtë, as sipërfaqësore, as e sigurt, të paktën jo në kuptimin klasik. Me ty ndje I zhveshur, I ndjeshëm, I vërtetë. Dhe në vend që të përballej me këto ndjenja, iku në një lidhje më të lehtë. Marrëdhënia me personin e tretë ishte komode, e parashikueshme, emocionalisht e kufizuar. Kërkonte më pak guxim, më pak përgjegjësi, më pak rritje. Por ajo që nuk priste kurrë ishte, prania jote nuk e linte të qetë. Krahasoi të qeshurat, bisedat, reagimet, heshtjen, dhe çdo krahasim e sillte përsëri te ti. Shumë vonë kuptoi se ajo që kishte me ty ishte unike dhe e papërsëritshme. Pjesa e tretë, faji I heshtur që mban brenda vetes. Nuk fle aq I qetë sa mund të mendosh. Sidomos natën, kur gjithçka është e qetë, mendja e tij sa I bëhet shumë e zhurmshme. Aty ngjitet faji, faji që iku pa shpjeguar, faji që zgjodhi rehati në vend të së vërtetës. Faji që lëndoi dikë që ishte thjesht I sinqertë. Rikujton vazhdimisht në mendje bisedat e kaluara. Kujton fjalit që I ke thënë, fjali që vetëm tani fillojnë të kenë kuptim për të. Personi yt I zemrës ka qenë I përfshirë në një lidhje tjetër, por tani mban brenda vetes një mesazh që do të prek thellë dhe do të surprizojë. Këto fjalë nuk të kanë gjetur rastësisht. Ndoshta ishte një impuls I brendshëm, një ndjenjë që të çoi deri këtu. Ndoshta së fundmi po mendon më shpesh për një person të caktuar, ndoshta ndjen energjinë e tij saj në momente kur nuk e pret. Ose ndoshta mban brenda vetes atë ndjesinë e turbullt të trishtimit, shpresës dhe konfuzionit që nuk di si ta quash. Ky mesazh nuk është këtu për të detyruar apo për të bindur, por për t'i dhënë qartësi asaj zëri brenda teje që ka kohë që kërkon përgjigje. Po, kjo person është lidhur me dikë tjetër.
Ky fakt nuk mund të zbukurohet, por ajo që do të mësohesh tani shkon përtej temave të tradhtisë, distancës apo heshtjes, sepse thellë në brendësinë e tij saj po formohet një vetdije për të cilën deri më tani i ka munguar guximi. E vërteta që e ke ndier për një kohë të gjatë po fillon të thuhet më në fund, që atëherë kur buzëqeshnin ose thoshin se çdo gjë ishte në rregull, ti ndjeje boshllëqet mes rreshtave. Bisedat përfundonin shumë shpejt, muret ngriheshin pa pritur dhe ti e dije, diçka nuk është në rregull. Ata nuk u larguan sepse pushuan së të dashuri, por sepse ishin të mbingarkuar nga ndjenjat e tyre. Rruga drejt dikujt tjetër nuk ishte zëvendësim, por arratisje. Ata shpresonin se një lidhje e re do të shurdhonte atë që ndjenin për ty, por ti nuk je zëvendësuar kur, vetëm je shtyr më njan. Dhe edhe kjo ka një çmim që ata ende po e paguajnë. Zgjedhja e dikujt tjetër nuk ndodhi nga dashuria, por nga frika. Frikë nga afërsia e vërtetë, nga humbja e kontrollit, nga thellësia. Me ty ndiheshin të ndjeshëm, të zbuluar, të sinqert dhe kjo i tremte. Prandaj zgjodhen diçka më të thjeshtë. Një lidhje me më pak thellësi, më pak rrezik, më pak zhvillim. Por sado që u përpoqen të investonin në situatën e re, ti mbetej e pranishme. Krahasuan të qeshurat, bisedat, madje edhe heshtjen dhe gjithçka i kthente sërish te ti. Vetëm vonë e kuptuan, ajo që kishit bashk nuk mund të përsëritej. Sot ata mbajnë ndjenjen e fajit të heshtur dhe të fshehur. Natën, kur gjithçka është e qetë, këto ndjenja ngrihen në sipërfaqe. Faji që u larguan pas sqarim. Faji që zgjodhen komoditetin përpara së vërtetës. Faji që lënduan dikë që ishte thjesht i e sinqertë. Ata rikujtojnë vazhdimisht bisedat e vjetra në mendjen e tyre. Vetëm tani disa nga fjalitë e tua po fillojnë të kenë kuptim për ta. Vetdia i godet thellë, ti nuk e ke merituar këtë nga të rres. Ndoshta po pyet veten pse nuk ta thanë më herët. Jo sepse nuk u interesonte, por sepse nuk i besonin vetes. Kishin frikë se gjithçka që kishin shtypur do të shpërthente. Kishin frikë të jepnin premtime për të cilat ende nuk ishin gati. Dhe mbi të gjitha kishin frikë nga reagimi yt, jo sepse je i ashpër, por sepse e ndjen në mënyrë intuitive atë që mbetet e pathënë. Ata e dinin, nëse do të ishin të sinqertë, nuk do të kishte më kthim prapa. Prandaj zgjodhen heshtjen dhe tani po përballen me pasojat. Diçka ndodhi së fundmi brenda tyre. Ndoshta nuk pati dramë të jashtme, as ndonjë grindje të madhe, por brenda tyre ndodhi një ndryshim i thellë. U vetëdijsuan se lidhja që kishin zgjedhur nga frika i linte bosh emocionalisht. Nuk ndiheshin të parë, të dëgjuar, të lidhur vërtet. Në atë zbrazëti, energjia jote u rikthye jo si një kujtim i thjeshtë, por si një e vërtetë. Dhe ajo e vërtetë nuk mund të shtypet më. Nëse sot do të mund të flisnin pa frikë, pa justifikime, pa krenari, do të thoshin, kam besuar se do të ishte më e lehtë të zgjidhja dikë tjetër, por gabova. Nuk e dija sa shumë do të ndihesha i humbur duke të lënë ty. Heshtja ime kurrë nuk ishte shenjë indiference, por frike. Frike nga sa shumë rëndësi ke për mua. Tani shoh atë që nuk munda të shija atëherë. Këto fjalë ndoshta nuk kanë arritur ende te ti, por ato ekzistojnë brenda tyre dhe bëhen gjithnjë më të forta. Kjo mesazh po të arrin tani sepse ti ke ndryshuar. Nuk pret më. Nuk e vë më në dyshim vlerën tënde. Nuk kërkon më përgjigje jashtë vetes që ndron në fuqinë tënde. Dhe pikërisht këtë e ndjen personi i zemrës tënde. Ai ndjen se ti ke zgjedhur veten, që nuk je më i hapur për konfuzion, që je i gatshëm të mbyllësh këtë kapitull nëse duhet, dhe kjo e frikson atë. Ajo që ndoshta të çudit më shumë, ata nuk pendohen vetëm për vendimin e tyre, por po e vënë në pikpyetje edhe kush ishin atëherë. E kuptojnë se personi që të la nuk është ai që duan të jenë në të vërtetë. Kjo mendim është i pakëndshëm, por aty fillon rritja. Humbja i ka ndryshuar. Por kjo mesazh nuk të kërkon të presësh. Nuk të thot, fal me një herë. Nuk të thot, bëhu përsëri i pambrojtur. Është thjesht këtu për të dhënë qartësi. Nuk je lënë sepse nuk ishe i mjaftueshëm.
Je lënë sepse pasqyroje dikë që thellë brenda vetes ende nuk ishte gati. Këtë të vërtet mund ta mbash për vete pavarësisht nga ajo që mund të ndodhë, sepse tani po ecëm përpara më i vetëdijshëm, më i drejtë, më i fortë. Merr edhe një frymë të thellë. Ajo që ndjen është e vërtetë. Nuk je i dobët sepse dashuron. Nuk je naiv sepse ke shpresuar. Nuk je i thyer sepse tregon thellësi. Je i vërtet dhe asgjë e askush nuk mund ta zëvendësoj këtë. Nëse personi i zemrës tënde të kontakton, do të përgjigjesh nga forca jote e brendshme. Dhe nëse jo, do të ecësh përpara gjithsesi me dinjitet dhe me një zemër të hapur për diçka që është me të vërtetë në përputhje me ty. Sepse ti nuk ishe i destinuar të luftoje për qartësi, ti ishe i destinuar ta pranosh atë.